9 prill, fol me Perëndin, jo thjesht për Perëndin. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Psalmi 23:4. Struktura e Psalmit 23 është një udhëzues. Në Psalmi 23, 1-3, Davidi i referohet Perëndis si ai. Zoti është pariu im, ai më çon në kullota me barë të njom, ai më prin, ai ma përtërin shpirtin. Pastaj në vargjet 4 dhe 5, Davidi i referohet Perëndis si ti. Nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe kërraba jote janë ato që më japin zemër. Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj. Kupa ime po ka përderdhet. Pastaj në vargun 6, ai kthehet sërish të parës. Unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Nga kjo strukturë mund të mësojmë që është më mirë të mos flasim gjatë për Perëndin pa i folur Perëndis. Çdo i krishter është minimumi një teolog amator, domethënë një person që po përpiqet të kuptojë karakterin dhe udhët e Perëndis dhe pastaj e shpreh atë me fjalë. Nëse nuk jemi teolog të vegjël, atëherë kur nuk do t'i themi ndonjë gjë njëri tjetrit ose Perëndis për Perëndin, dhe nuk do t'jemi dhe aq ndihmë për besimin e njëri tjetrit. Megjithatë, ajo që kam mësuar nga Davidi në Psalmi 23 dhe në psalmet e tjerë është që duhet ta ndërthur teologjinë time me lutjen. Duhet që ta ndërpres shpesh të folurit tim për Perëndin, për t'i folur Perëndis. Jo shumë larg fjalisë teologjike, Perëndia është bujar, duhet të vijë fjalia e lutjes. Faleminderit Perëndi për bujarinë tënde. Menjëherë pas Perëndia është i lavdishëm, duhet të vijë fjalia e admiroj lavdinë tënde. Kështu duhet të jetë. Nëse ne po e ndjejmë realitetin e Perëndis në zemrat tona dhe gjithashtu po e mendojmë atë në mendjet tona, e përshkruajmë me buzët tona.